Komentimi përsosur I Kuranit, Gjuzi 30, Sure El Inshiqaq, ajetet nga 16 deri te ajeti 25. Fala uqsimu bish-shafaq wal-lejli wama wasaq wal-qamari idha ittasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Betohem në kuqërimin e muzgut, në natën e në gjithçka që ajo ka plan me errësirën e saj, si dhe në hënën e plot, se ju me siguri do të kaloni nga e keqja te më e keqja. Çfarë kanë ata që nuk duan të besojnë? E përse kur u lexohet Kurani nuk përulen në sejdë? Përkundrazi, ata që nuk besojnë e quajnë atë gënjeshtër, por Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Prandaj shpallu atyre dënimin e dhemshëm që I pret të gjithë, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të shpërblehen pa ndërprerë. Komentimi. Ligji I ndryshimit. Për të sqaruar më mirë çështjen e përsosmërisë së njeriut në udhëtimin e tij drejt Zotit, vijon ky grup ajetesh. Ajetet nga 16 deri në 19 thonë: Betohem në kuqërimin e muzgut, në natën e në gjithçka që ajo ka plan me errësirën e saj, si dhe në hënën e plot, se ju me siguri do të kaloni nga e keqja te më e keqja. Shkronja la në fjalin fela uqsimu, sikurse e kemi shpjeguar edhe më parë, është e shtuar dhe përdoret për të theksuar diçka. Disa janë të mendimit se në këtë rast përdoret për të mohuar diçka që do thotë se atyre nuk u kujtohet betimi, sepse përmbajtja është e dukshme, e qartë dhe nuk është e nevojshme të betohet, ose përmbajtja është kaq shumë e rëndësishme saqë nuk është e përshtatshme që të bëhen këto betime, ose çështjet për të cilat u betua kanë kaq shumë rëndësi saqë është e përshtatshme që të mos betohet në to. Kuptimi I parë, I shtuar dhe I theksuar, është kuptimi më I përshtatshëm. Sipas Raghibit në librin Mufradat, fjala shafaq është e përzier me shkëlqimin e ditës dhe me errësirën e natës, ndaj edhe fjala ishfaq ka kuptimin e vëmendjes dhe të kërkimit të përzier me frikë. Si për shembull, njeriu pëlqen dikë, por në të njëjtën kohë ai është I frikësuar për ngjarjet që e rrethojnë atë. Kësaj gjendjeje I thon ishfaq dhe personi në fjalë I thon mushfiq. Por Fahri Raziu është I bindur se fjala shafaq në origjinal ka kuptimin e hollë dhe e tejdukshme. Pra, rrobat që janë shumë të holla, të tejdukshme quhen shafaq dhe gjendja e shafaqa është përshtatur për hollësinë e zemrës, por më e saktë dhe më e përshtatshme është mendimi I Raghibit në librin Mufradat. Megjithatë, qëllimi I përdorimit të fjalës shafaq në këtë rast është për të treguar shkëlqimin e përzier me errësirën në fillim të natës, para se të bjerë mbrëmja, shfaqet një ngjyrë e kuqëremt para perëndimit të diellit, mëtej në horizont vendin e saj e zë ngjyra e bardhë. Është menduar se për kë bëhet fjalë në këtë rast, pra çfarë është shafaq, e kuqëremta apo e bardha. Dietarët dhe komentuesit janë të mendimit se I referohet kuptimit të parë, sepse mbi të është vendosur edhe theksi, ndaj edhe martirëve u është thënë dima ushuhada, gjaku I martirëve, edhe pse disa janë të mendimit se kuptimi I dytë është I vlefshëm dhe kanë zgjedhur atë. Themi se është shumë I dobët, sepse sipas fjalorit kjo fjalë ka kuptimin horizont. Ajo është më e përshtatshme me ngjyrën e kuqëremt të horizontit, e cila vjen nga dielli. Megjithatë, shfaqja e shefekut është tregues I gjendjes, I transformimit të thellë në këtë botë, gjithashtu është tregues dhe lajmërues I përfundimit të ditës dhe fillimit të natës, përveç se është e përbërë nga një veçori dhe efekti I bukur, mbi të gjitha këto tregon ardhjen e namazit të perëndimit. Allahu është betuar në të që të gjithë të futen në mendim për këtë krijim të bukur, sikurse është qielli, por për qëllimin e betimit për natën, për shkak të efekteve dhe mistereve të shumta që janë të fshehura në të, kemi folur edhe në të kaluarën. Fjala ma wasaq ka kuptimin e përmbledhjes dhe të grumbullimit të gjërave të shpërndara. Kjo fjalë tregon për kthimin e llojeve të kafshëve dhe të shpendëve, si edhe për njerëzit që kthehen natën në shtëpitë e tyre. Përfundimi është qetësimi dhe pushimi I përgjithshëm I cili konsiderohet si një nga misteret me më shumë rëndësi të natës. Ky fakt është cituar edhe në surën El Ghafir në ajetin 61, Allahu e ka bërë natën që ju të pushoni. Këtu bëhet e qartë se interpretimi I fjalës idha tasaq
e cila vjen nga e njëjta rrënjë, ka kuptimin tubim, grumbullim. Në këtë rast ka kuptimin e përsosmërisë së hënës në natën e 14, pra kur hëna është e plot. Në këtë natë hëna ka një shkëlqim të jashtëzakonshëm dhe njerëzit i tërheq përreth saj. Shkëlqimi i hënës e ndriçon tokën dhe drita e saj nuk shqetëson qetësinë e natës. Në të njëjtën kohë, ajo ndriçon e hap rrugën për udhëtarët e natës, ndaj edhe ajeti është ndër ajetet e mëdha të Allahut të Madhëruar, prandaj edhe është betuar në të. Është për t'u pasur në qendër të vëmendjes se të 4 temat e cituara në këto ajete, të cilat përmbajnë në vetvete betimin për shefekun, natën, krijesat që mblidhen natën, hënën që është e plot, kanë të bëjnë me njëra tjetrën dhe janë plotësuese të njëra tjetrës. Ato formojnë një harmoni të mrekullueshme që mendjen e njeriut e nxit të meditojë për fuqinë e madhe të krijimit. Nga ky ndryshim dhe informacion bën që në mënyrë më të shpejtë të arrijë të njohë çështjen e ringjalljes dhe të fuqisë së Allahut. Është interesante se këto pjesë i referohen gjendjeve dhe transformimeve që ndodhin njëra pas tjetrës në botën e krijimit. Dielli fshihet në vello, aurora e cila është pjesë e dritës së tij shfaqet. Krijesat e gjalla kthehen me shpejtësi në strofullat e tyre. Hëna e plot ndriçon, hëna në natën e 14 lind në fillim të mbrëmjes. Këto betime që Allahu i bën i vendos si parathënie apo hyrje për fjalin, letërkebun në tabaqan an tabaq, të cilat tregojnë gjendjet e ndryshme të njeriut për gjatë jetës së tij. Për këtë fjali janë cituar komentime të shumta, si për shembull, 1. Kur flitet për gjendjet e ndryshme të njeriut, nënkuptohen gjendjet e ndryshme të tij për gjatë jetës, pra gjatë rrugës me plot vështirësi ai gjen mënyrën për të arritur përsosmërinë absolute drejt Allahut, në fillim bota, më pas bota e pastrimit dhe më pas ringjallja, si dhe gjendjet e ndryshme të saj. Duhet të dini se fjala tabaq vjen nga rrënja mutabaqe, e cila do thotë vendosje diçkaje sipër një diçkaje tjetër. Gjithashtu ka kuptimin e zbritjes që kryen njeriu për gjatë jetës së tij. 2. Ndërsa për çështjen e gjendjes së njeriut që nga momenti që është në barkun e nënës e derisa ai vdes, disa dietar janë të mendimit se përgjatë gjithë kësaj kohe njeriu i numërohen 37 gjendje të ndryshme. 3. Ajo çka nënkuptohet me gjendje të ndryshme ka të bëjë edhe me udhëtimet që njeriu i kryen për gjatë jetës së tij, sikurse është shëndeti, sëmundja, gëzimi e hidhërimi, vështirësia dhe lehtësimi, paqja dhe lufta. 4. Njeriu do të përballet me vështirësi të ndryshme në ditën e Kiametit derisa të lirohet nga dhënia e llogarisë. Çdo kush do të shkojë drejt përfundimit të veprave që ka kryer, pra ose në xhenet ose në xhehenem. 5. Qëllimi i rrëfimit për gjendjen që kanë kaluar të afërmit dhe popujt e mëparshëm, pra ato gjendje të hidhura dhe të këndshme, si dhe llojet të dënimeve dhe mohimet e ndryshme që janë bërë, është të tërheq vëmendjen se këto do të ndodhin edhe te ky popull. Këtë e shikojmë në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku, paqja e Zotit qoftë mbi të. Megjithatë, përmbledhja e këtyre komentimeve nuk ka kuptim. Është e mundur që ajeti flet për ndryshimet dhe stadet që ndjek njeriu përgjatë jetës dhe rrugës së tij. Disa komentues janë të mendimit se ky ajeti është adresuar të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Se ajeti flet për qiejt, dihet se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në natën e Miraxhit ka kaluar nëpër to. Por për vetë faktin se shkronja B te fjala letërkebun ndiqet nga zanoria U që tregon shumësin, ky komentim nuk është i përshtatshëm. Ajeti më sipër mu adresohet të gjithë njerëzve. Megjithatë, dukuria e këtyre rasteve dhe mosvendosja e një njeriu në njërin prej rasteve. Së pari, argumenti të qenit krijesë është tregues i domosdoshmërisë të pasurit krijues. Së dyti, ky është argument për paqëndrueshmërinë e kësaj bote. Së treti, është tregues për lëvizjen e vazhdueshme të njeriut drejt qenies së krijuesit dhe çështjes së ringjalljes, sikurse është cituar edhe në ajetet e mësipërme. Ja ejuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kadhan famulaqih. Mëtej bëhet një përmbledhje e përgjithshme e diskutimeve të mëparshme ku pyetet çfarë kanë ata që nuk duan të besojnë. Megjithse argumentet janë të vërteta, të qarta dhe të dukshme, sikurse është argumenti i njëshmërisë së Allahut dhe njohjes së tij. Po ashtu edhe argumentet e ringjalljes, si dhe ajetet e ngjarjeve që në krijimin e natës, ditës, hënës, diellit, dritës, errësirës, lindjes dhe perëndimit të diellit, e kuqëremta që shfaqet në horizont si dhe errësira e natës, përsosmëria dhe qartësia e natës, të gjitha këto janë argumente për ata që mendojnë e logjikojnë. Gjithashtu argument tjetër janë ajetet shpirtërore që kur embrioni vendoset në mitrën e nënës dhe mëtej, përçon stade të ndryshme përgjatë udhëtimit, me gjithë këto shenja dhe argumente të qarta përse ata nuk besojnë.
Mëtej Kurani shton, e përse kur u lexohet Kurani nuk për ulen në sejdë. Kurani është argument i qartë të rrezaton sikurse dielli, ai është i qartë i dukshëm sikurse është drita. Ai nga çdo aspekt është mrekulli, por mbajtja e tij është argument i qartë sepse është marrë nga burimi i shpalljes. Kurani që çdo vëzhgues e konsideron të paanshëm nuk mund të jetë i lindur në mendjen e njeriu dhe aq më shumë i një njeriu që kurrë nuk kishte mësuar të lexojë dhe jetonte në një mjedis të tillë që ishte i mbushur me dhunë dhe bestytni të kultivuara. Qëllimi i përdorimit të fjalës sejdë në këtë rast ka të bëjë me përullsinë dhe bindjen. Ka të bëjë edhe me mënyrën e njohur të bërjes sejdë, vendosja e ballit në tokë. Ky koncept është i përgjithshëm. Në disa hadithe thuhet se kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e lexoi këtë ajet, bëri sejdë. Sipas fetvas së juristëve të njohur të Ehli Beitit, kjo sejdë është nga sejdët mustahab e pëlqyeshme të Kuranit. 4 medhhebet e Ehli Sunnetit këtë sejdë e konsiderojnë vajib, të detyruar. Në kohën që lexohet surja dhe arrihet tek ajeti që ka shenjën e sejdës, kryhet sejdja. Malikitët janë të mendimit se pasi përfundohet e gjithë surja, kryhet sejdja. Në ajetin tjetër shtohet, përkundrazi ata që nuk besojnë e quajnë atë gënjeshtër. Përdorimi i foljes në këtë rast ka kuptimin e vazhdimësisë, por ndonjëherë përdoret për të kuptuar se ata ngulnin këmbë në gënjeshtrat e tyre. Këmbgulja e tyre vinte për shkak të kokfortësisë së tyre. Mohimi i tyre nuk vinte sepse ata kishin argumente të drejta, por për shkak të intolerancës dhe ndjekjes së padenj. Pra qorazit të afërmve të tyre për të ruajtur pasuritë materiale si dhe për të fituar lirinë, për të bërë çdo gjë sikurse edhe shejtani. Mëtej Allahu i madhëruar me ton kërcënues thot, por Allahu e di mirë çfarë fshehin ata. Allahu është në dieni, jo vetëm për qëllimet e tyre, por edhe për nxitjet që bëhen shkak i këtyre gënjeshtrave të vazhdueshme. Allahu është në dieni sado që ata të fshihen prapa perdeve, si përfundim ata do të marrin dëshkimin nga Zoti. Fjala yuon vjen nga rrënja el-wiau dhe ka kuptimin en. Në Nehjul Balagha, Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë se këto zemra janë en, më e mira ndërto është ajo zemër që ka më tepër hapësirë për të ruajtur. Ajeti 24 thekson prandaj shpallu atyre dënimin e dhëmshëm që i pret të gjithë. Fjala bishara ka kuptimin lajm. Në këtë rast është përdorur për të njoftuar për një lajm të hidhur, ndonse në realitet fjala bishara, njoftim, përdorej për lajme të gëzuara dhe jo për të njoftuar për dënim dhe ndëshkim. Fjala bishara, lajm, në këtë rast është për të fajsuar, ndërkohë që besimtarët në të vërtetë marrin shpërblimin e tyre me xhenet, kurse mohuesit shkojnë në xhehenem. Në ajetin e fundit të kësaj sureje, edhe një herë tjetër, flitet për fatin e besimtarëve të pastër dhe vepër mirë ku thot, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të shpërblehen pa ndërprerje. Fjala memnun vjen nga rrënja men dhe ka kuptimin kat e, ndërprerje dhe nuksan, mangësi. Fjala minet, menun, ka kuptimin vdekje dhe vjen nga kjo rrënjë. Të gjitha këto kuptime mund të jenë të përmbledhura këtu, sepse mirësitë e Allahut në kundërshtim me ato të kësaj bote, të cilat janë mirësi që e kanë një përfundim apo mangësi, janë të pafundme. Gjithashtu ato zakonisht janë të përzierura me ndonjë efekt ansor, ndërsa në xhenet nuk ekziston mangësia, vdekja, efektet ansore, gjithçka është e përhershme. Pra në xhenet gjithçka është e përsosur pa asnjë mangësi. Në mesin e komentuesve diskutohet se ky privilegj apo përjashtim është i vazhdueshëm apo me ndërprerje. Disa janë të mendimit se këto përjashtime dhe privilegje mund të ndërpriten, sepse ajeti për cilin diskutuam e ka lënë mënjan shpjegimin e gjendjes së jo besimtarëve dhe ka shpjeguar shpërblimin e përhershëm të besimtarëve. Është më e përshtatshme që përjashtimi të jetë i vazhdueshëm dhe qëllimi është që për jo besimtarët të ketë mundësi kthimi. E të thotë ky dënim i madh me siguri do të hiqet nga personat të cilët pendohen, besojnë në Allah, bëjnë vepra të mira, atyre u jep shpërblim të qëndrueshëm. Hulumtim. Indjeri Tabrasi në komentimin e tij me Xhmaul Bejan përdor lirinë e plotë dhe dispozitën kryesore që njeriu ka vullnetin e tij. Allahu nuk i detyron njerëzit të kryejnë një gjë për të cilën nuk i ka njoftuar më parë. Gjithashtu Allahu nuk e fajson njeriu për mos kryerje të namazit apo sejdës, nëse vetë Allahu e ka detyruar njeriu që të mos e kryejë atë. Pra, nëse njeriu është i detyruar për të mos e kryer namazin,
Atëherë ndëshkimi nga ana e Allahut do të ishte i pahishëm, sepse sikurse e thamë edhe më lart, nëse ne nuk kemi vullnet të lirë, si mund të ndëshkohemi apo si mund të vlerësohemi për diçka që nuk është në dorën tonë? Kur Allahu thotë çfarë kanë ata që nuk duan të besojnë, e përse kur u lexohet Kurani nuk për ulen në sejdë? Është argument i qartë për çështjen e vullnetit, pra ne kemi vullnet, jemi të lirë të zgjedhim se si të veprojmë, ndaj edhe vlerësohemi, edhe dënohemi kur nuk e kryejmë atë çka na është besuar. Së dyti, qortimi për çështjen e sejdës është argument për jo besimtarët, sepse ashtu sikurse ata kanë detyrim parimet kryesore të fesë, gjithashtu kanë detyrim edhe për imtësitë që feja parashtron. Ky paragraf u tha për shkak se sejdja në ajetin e mësipër ka kuptimin e sejdës së detyruar në namaz ose ka kuptim të gjerë, ku përfshihet edhe ky kuptim. O Allah, kur të gjithë do të paraqitemi para drejtësisë tënde, na e lehtëso llogarin. O Allah, kur të gjitha krijesat lëvizin, ne na drejto e na udhëzon në rrugën e drejtë drejt teje. O Allah, ne jemi dorëzuar para Kuranit të shenjtë, na jep mundësinë të veprojmë e ta zbatojmë atë. Na fal, o Allah.